Vrasja ishte për ndjekurit politik Haxhi Baxhinovski mbrëmjen e së shtunës në zonën e liçenit artificial në Tiranë është kryer për borxhin që autori tashmë i identifikuar si Islam Myrtaj i kishte viktimës. Bëhet fjalë për $53.000 të marrahua nga babai i autorit dhe ende të pashklyera prej familjes Myrtaj. Autori Islam Myrtaj është identifikuar menjëherë pas vrasjes nga djali i viktimës, i cili ka qenë dëshmitar në vendngjarje dhe ka parë vrasjen. Autori e ka pritur tek liçeni derisa ai ka mbërritur dhe pasi e ka ekzekutuar, është larguar në këmbë nga vendngjarja. Këtë të diel, policia arrestoi për moskallëzim krimi mikun e vrasësit, 56 vjeçarin Myftar Pasha, i cili në momentin e vrasjes ishte bashkë me Islam Myrtajin, i cili është shpallur në kërkim për vrasjen. Miku i autorit ka dëshmuar në polici për versionin e tij të ngjarjes. Islam Myrtajin e kam shok dhe komshi. Të shtunën pas dite më mori në telefon, më pyeti ku je. I thash po dal nga liçeni dhe ai erdhi më shoqëroi. Ishim duke ecur të dy, kur përballë pam Haxhi Baxhinovskin me të birin. Islami më tha, bo kush e duron këtë, do më kujtoj lekët. Kur Haxhiu u ofrua, ofendoi Islami rënd dhe goditi. U përdeshën të dy dhe pasaj Islami nxori pistoletën dhe qelloi 4 ose 5 herë. Sa po qelloi, Islami u drejtua drejt kodrës. Ndodhi shumë shpejt. Unë nuk kisha dieni që Islami kishte armë dhe do e vriste. U tremba shumë dhe shkova direkt në shtëpi. Sot u qetësova dhe mora kontakt me policinë. Të shokuar nga kjo ngjarje, miqtë e viktimës kujtojnë se shoku i tyre ishte një njeri i qetë. Madje akuzojnë autorin që për të mos dhënë lekët shpeshherë krijonte skena të rreme duke denoncuar në polici Haxhi Baxhinovskin. Është një krim makabër. Krim që është i pandëgjuar. Të vrasi ai që i ka dhënë borxh, kjo është dram. Ai i kishte 54.000 euro borxh, cilën Haxhi Baxhinovski ja kërkote me mënyrën modeste, me mënyrën mod të mirën e fjalës, duke i thënë tash më duhen ata parë. Dhe ai ju përgjigje që do t'i jap javash. Mirë, po në mrapa krave manena bëte gjëra të tjera. Për shembull e denoncote sigur ka gasmu vajzën, prep një rast tjetër, i kërkoi prep paret, i tha do t'i jap, tha mos ke gale, tha Haxhi sa ti baj paret do t'i jap. E qysha prej saj ditët, leqe nuk e dha, por në vend që me dhanë paret, e rute dhe e dha plumat. Miqtë e Baxhinovskit ishte për ndjekur politik, tregojnë vuajtjet që së bashku me 62 vjeçarin kanë kaluar në burgjet e diktaturës. Baxhinovski njihet për pjesëmarrjen e tij në revoltën e qafës së Barit. Me të ndjerin Haxhi Baxhinovsi, unë kam qenë në Spaç, në qafë Barit edhe në Borrell. Ai ka qenë qëndërtar më të fortë të burgjeve politike në Shqipëri. Është njëri që në revoltën e qafës Barit, që është bërë në vitin 84, ka pësuar dëmtime fizike duke u thyrë kamba dhe tjera nga torturat njerëzore të Edmond Sajës, datë kohë të ish komandant në burgë. Dhe prej aty ai u ridënuar dhe kaloi në burgun e Borrelit dhe ridënuar me 25 vjet të tjera. Baxhinovski u dënua 2 herë në regjimin komunist. Në 82-shin, gjykata ushtarake e Tiranës e dënoi me 10 vjet heqëlirie për agitacion e propagandë. Ai u dënua sërish në 84 kësaj radhe me 21 vjet heqëlirie dhe humbjen e së drejtës elektorale për 5 vjet kohë për veprën e terrorit në bashkëpunim.